Së bashku me përfaqësues të Aleancës Trinjve, jemi mbledhur me bën një aktivitet simbolik me motën "A ka kush i gjikon", që ka për qëllim shprehjen e shqetësimit ton lidhur me krimet e kryera serbe në Kosovë, krime për cilat asnjëherë askush nuk ka marrë përgjegjësi, asnjëherë askush nuk është gjyku, ose ndaj askujt asnjëherë nuk është ngrit ndonjë padi ose ndonjë proces gjyqësor korrekt. Ne është e dhimbshme që 18 vite pas përfundimit të luftës duhet të miremi ende me këtë çështje, kur kjo është dashur me përfundu moti, po për shkak të neglizhencës së faktorit ton politik, ne duhet ta ngrisim si trin këtë çështje, sepse është mjaft shqetësuese kur e shohim që qeveria jon, organet e drejtësisë kompetente qëndrojnë totalisht neglizhente edhe thuajse janë komod me qasjen destruktive, përqarse dhe armiqësore që e ka pas gjithmonë Serbia dhe vazhdon ta ketë ndaj nesh. Dim se sa thellë ka shku Serbia me deklarata dhe me veprime jo njerëzore, ku është edhe rasti Pandas, ku i kanë vrarë vetë bashkombasit e tyre dhe i kanë fajsu thuajse janë viktima të shqiptarëve. Duhet ta theksojmë që ne nuk pranojmë asesi që fajin e krimeve që i ka bërë Serbia me marr as populli i Kosovës, as ushtria qëllimtare e Kosovës, po duhet ta marrin ata vetë, për shkak se faji dhe përgjegjësia bien mbi supet e tyre. Kjo tregon se lufta qëllimtare e UÇK-s ishte e drejtë dhe e domosdoshme duke pasur parasysh krimet cilat i bën ushtria serbe në Kosovë dhe tash të dënohen çlirimtarët, ushtria çlirimtare e Kosovës dhe të ekstradohet një ish komandant i UÇK-s zotri Ramush Haradinaj, i cili u shpall 2 herë i pafajshëm nga gjykata e Hagës. Dhe kjo është një e padrejtë e cila po bëhet nga drejtësia ndërkombëtare, e posaçërisht nga shteti francez, i cili njihet edhe si djepi i drejtësisë dhe demokracisë.